E mori në makinë për ta ndihmuar babai i 3 fëmijëve vritet me plumb në kokë nga e panjohura. Një tragjedi e rëndë ka ndodhur në Missouri, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një baba me 3 fëmijë, William Palmer, u vra pasi pranoi të merrte në makinë një grua që e kishte ndaluar në një stacion karburanti dhe i kërkoi ndihmë, duke thënë se kishte ftohtë. Viktima, e cila kishte mbledhur metale të vjetra në momentin e ngjarjes, nuk dyshoi se ndihma e tij do të përfundonte tragjikisht. Gruaja 36 vjeçare, Brittany Ravoyar, e cila kishte qenë arrestuar më parë në 2024 për vjedhje makine, e qelloi Palmerin në kokë dhe i mori makinën, që më pas e braktisi. E fejuara e Palmerit, Regan Jones, tha se ai kishte pranuar të ndihmonte gruan në mënyrë që ajo të shkonte në një vend më të ngrohtë. Familjarët e tij theksuan se Palmer ishte i njohur për sjelljet e tij bujare ndaj të panjohurve. Një prej tyre tha: "I thosha gjithmonë të mos merrte njerëz nga rruga, por ai e bënte shpesh. Nëse shihte dikë duke ecur, e merrte dhe e çonte sa më larg që mundej." Pas arrestimit, gruaja akuzohet për sjellje të shkallës së parë dhe mbajtje të paligjshme të armës së zjarrit.